Aleksandar Mitrović do e nisë nga minuta e parë kundër Shqipërisë. Trajneri i Serbisë Dragan Stojković e ka konfirmuar si titullar sulmuesin. Kapiteni i skuadrës ishte i pranishëm në konferencën përshtyp pasi vlerësoi atmosferën e stadiumit në Leskovac, u shpreh se ndihet mirë pas dëmtimit të kaluar. Stadiumi në Leskovac: mendoj se jo vetëm mua, por neve si ekip na pëlqen stadiumi, atmosfera dhe mbështetja që nga momenti që dalim për nxehjen deri në fërshëllimin e fundit. Marrim duar trokitje, jemi të lumtur kur luajmë këtu, shpresoj që të vazhdojmë një seri rezultatesh pozitive që i pëlqejnë ekipit. Ndihem mirë pas dëmtimit që më shqetësonte. Luajta 5 ose 6 ndeshje, u riktheva në formë, pata gola dhe asist. Shpresoj të vazhdoj kështu nesër nëse më jepet mundësia të luaj. Kjo është një pyetje për trajnerin, shpresoj se do të jem në fushë, u shpreh Mitrović, që më pas dëgjoi trajnerin të konfirmonte se do ta aktivizonte si titullar.